Qumësht i holl. Kam qumësht holl dhe normalisht nuk e ngop mjaftueshëm. Nuk jap aq mirë sa duhet edhe përpasoj nuk do shtoj. A ndodh kjo? Në 10 mama, 1 mund të jetë që nuk e ka dëgjuar. Mund, se Ashtu, ndoshta ajo e ka dëgjuar, por nuk e shpreh. Çdo ditë pavarësisht se unë e sjell her pas here në vëmendje, gjithmonë kemi mama që dyshojnë se kanë qumshtin e holl dhe madje familjarët e sugjerojnë të bëjnë një analizë qumshti për të parë sa i holl është. Okay. Dhe kjo është komplet një koncept që nuk le të themi nuk duhet ta kemi mes procesit, në sensin nuk ekziston si term. Pra qumshti i holl nuk ekziston si term. Nuk ka qumësht të holl në vetvete, por ka proces të keq ushqyerje të bebit.